shumë i thjesht me vetë fjalët e tyre, pa i thirrë hiç dëshmitar tjerë që janë kredibil. Të mbrojtës vetëm me deklaratat e tyre që mundun me thonë shumë dhe folin vazhdimisht kundaj vetvetes, gjykatës ish dashur me pezullu. Para se të jap fjalën Zekës, si do dukon bashkëluftarët sot në paraqitjen e tyre? Ti e ndjen atë situatë që qenë vetë brenda, si do duk Thaçi, si do duk Veseli, si do duk Selimi sot? Ta kanë paraqitje dinjitose dhe gjatë çdo kohës kanë marrë qendrim dinjitos. Edhe sot ishte kjo. Pastaj shiqo, këta do të marrin qendrim dinjitos sepse ta kanë pranuar që për hir të Kosovës, sepse njerëz kanë bërë, ta kanë pranuar që për hir të Kosovës të merren vetë me këtë çështje dhe të dalin në ballë se askush më mirë se këta nuk din dhe nuk mund të ta mbrojnë që kanë edhe vlerat e tyre, por kanë prit drejtësi. Kanë prit drejtësi mbi gjitha. Dhe unë ende po pres drejtësi. Jo, nga këta po pres drejtësi sepse mirë për të pritur drejtësi do të ne si popull të dim. Të ne nuk do të në asnjë formë, ne asnjë lloj dënimi. Vetëm pafajësia. Dhe vetëm pafajësia është mjaft pa drejtësi për kohën që nuk ka marrë tyre.